Përshëndetje, sot po përgatisim ëmbëlsirën e njohur interkontinental, pra një ëmbëlsirë që ja vlen me provu. Ata që e kanë provu e din shijen e kësaj ëmbëlsire ose torte. Fillojmë. Për ta përgatitur recetën, fillimisht na nevojiten 5 vezë. Në fillim po e përgatisim petën e parë. Të bardhat do i ndajmë nga të verdhat e vezë. Pra, fillimisht po e përgatisim petën e parë. Kjo torte përgatitet me 3 peta. Dhe secilën petë do ta përgatitni në këtë mënyrë. Për petën e parë, pra na nevojiten 5 vezë. Të bardhat i ndajmë nga të verdhat e vezës. Pastaj të verdhat do t'i lajmë anash. Marrim të bardhat e vezë. Vazhdojmë edhe i rrahim me mikser. Duke i rrahur me mikser, shtojmë sheqerin, gradualisht nga pak, kështu derisa vezët të marrin atë pamjen e bardhë sikurse të kremit të trash. 5 lugë të gjellës me sheqer. Shtojmë tek vezët, duke i rrahur edhe duke i shtuar sheqerin nga pak. Po e vreni që duke i rrahur në shpejtësinë maksimale, këto fillojnë edhe të trashen. Formohet shkum e bardhë, e trash, sikurse kur përgatisim krem për ëmbëlsira. Kremin hala nuk e kemi gati, duhet edhe pak me rra me mikser. Edhe tash mund të themi që kremi është gati. Pra vezët e bardha kanë marrë këtë formë edhe këtë trashësi. Këtu kemi 7 lugë të gjellës arra, të bluara dhe shtojmë 4 lugë të gjellës miell. I përzim së bashku edhe këtë masë e shtojmë tek vezët të cilët sapo i kemi rrahur me mikser. Shtojmë tek vezët, do t'i shtojmë nga pak, dhe kështu, derisa të përzihet masa mirë. Shtojmë edhe pjesën tjetër, edhe vazhdojmë e përzim. Është një recetë ose një torte që vërtet ka pak punë, por ja vlen të provohet, sidomos kur kemi festa. Pra, është recetë që do punë, do kohë, por që përgatitet edhe shija është shumë e mirë. Për atë arsye ja vlen ta provoni kur keni festa, çfarëdo lloj feste, sepse kjo është ëmbëlsirë për më shumë persona, për 35 deri në 40 persona, ndoshta mundet me ju dalë nëse i bëni ato pjesë të ëmbëlsirës pak më të holla. Tash brumin e tortës po e shtrim kështu në letër për pjekje dhe në një tepsi. Tepsia përafërsisht të jetë 24 cm me 34 cm ose 35 cm aty këtu. Pra kështu vazhdoni edhe e shtrini mirë në letër për pjekje. Dhe pasi që ta shtrim mirë, shtresën e parë pra të brumit, atëherë do e shtim në furrë për ta pjekur në temperaturë 200 gradë, pra furrën e shpëretit e lëshoni me u nxeh para se me shti me pjek tortën. Pra, para se me shti me pjek pjesën e parë, duhet furra të jetë e nxehur mirë në temperaturë 200 gradë. Unë këtë lloj të tortës do ta pjeki në temperaturë 200 gradë për 15 minuta fiks. Pas 15 minutave do ta largojmë nga tepsia sa është kështu e nxehtë. Sa është e nxehtë, vazhdojmë ja largojmë edhe letrën e pjekjes, mos e lëni me uftof, kështu makullaj kur është e nxehtë i del pra letra. Edhe me çdo dashur kështu përgatisim edhe 3 petat e tjera.
Pra me të njëjtin harç, me të njëjtat masa, përgatisim edhe 2 peta të tjera, që do me thonë në total 3 peta të njëjta. Tash edhe petën e tretun sapo e kam pjekur, po e largoj nga furra, ja largojmë letrën, edhe kështu kemi përgatitur pra brumin për këtë ëmbëlsirë interkontinental. Një nga ëmbëlsirat më të famshme dhe një nga ëmbëlsirat më të shijshme që besoj që nuk e keni provuar deri tash. Do t'i lo kështu në një vend për të vazhduar edhe për të përgatitur kremin për mbushjen e kësaj ëmbëlsire. Tash marrim një enë tjetër, edhe këtu do të hedhim 15 të verdhat e vezë që na kanë mbetur nga vezët që i kemi ndo. Shtojmë sheqerin, 20 lugë të gjellës me sheqer, një pako me sheqer vanilje, 9 lugë të gjellës me miell. Dhe tash do të marrim edhe pak qumsht, këtu kam 1 litër qumsht, nga kjo litër shtojmë pak qumsht, sa për t'i përzi më lehtë krejt përbërëset, sepse masa është pak e trash, edhe për mu përzi më lehtë, pra i shtoni pak qumsht. Vazhdoj masën e përzi mirë derisa sheqeri të shkrihet. Qumshti që ka mbetur e shtojmë në tenxhere. Pastaj qumshtin do ta vendosi në zjarr që të filloj të nxehet pak. Pra hap pas hapi po shikoni mënyrën e përgatitjes së kësaj ëmbëlsire. Sa po do filloj pak qumshti të nxehet, pra kremin unë vazhdimisht po vazhdoj edhe po e përzi derisa të shkrihet sheqeri. E tash qumshti pasi ka fillu pak të nxehet, pra e shtojmë edhe kremin, pra vezët që i kemi rrahur me sheqer me miell, e përzim vazhdimisht derisa kremi të troshet. Kremin e troshim sikur kur e ziejmë pudingun, pra njëjtë në të njëjtën mënyrë, duke e përzier vazhdimisht që mos të ngjitet, pastaj kur fillon me vlu, mundeni lirisht me largu nga ploqa i shpërejtet, edhe e përzini pak ma shpejt, ma kollaj. Tash veç ka fillu të troshet, edhe unë e kam largu pak, tash po e përzi kështu anash, mandej sërish do ta kthej në zjarr derisa ta merr trashësinë e duhur. Tash, pra kremi është gati, mundemi me e largu nga zjarri. Kremin do ta la që të ftohet tërësisht. Pra e leni që të ftohet mirë. Sigurisht që do t'ju merr kohë derisa të ftohet kremi, pra mundeni me bë një pushim derisa kremi të ftohet mirë. E tash në një enë tjetër po marrim 250 gram margarin që ka qëndruar në temperaturë dhume. Po e rrahim me mikser, kështu, si në video. 250 gram margarin në temperaturë dhume. Shtojmë tash pra kremin që e përgatitëm me vezë, por thash që kremi duhet të ftohet tërësisht. Vazhdojmë edhe e rrahim tash me mikser, duke e përzier margarinin me pudingun. Kështu pra vazhdojmë derisa të përfundojmë me krejt kremin. Dhe sa po kemi arritur edhe në përfundim të kremit, e rrahim me mikser, edhe ku të përzihet kremi duket kështu.
Krimin do ta ndojmë në 3 pjesë të barabarta. Edhe unë kam këtu 3 pjata, vazhdoj edhe po e ndoj në 3 pjesë të barabarta. Pra po mundohem të ndoj në 3 pjesë të barabarta. Sepse kena me përgadit 3 shtresa të ndryshme me përzierje të ndryshme. Pasi që e kemi ndo kremin, tash këtu kam 200 gram arra të bluara. Në njërën pjatë do të shtojmë arra të bluara. Edhe kam e vazhdu kështu me përzi, nga dal, derisa të përzihet masa mirë. Do me thonë, 200 gram arra, po shtoj tek njëra pjatë. Dhe kështu po e përgatisim edhe njërin gram. Mirë po, të këto pjatat e tjera do të shtojmë përbërës të tjerë. Të pjata tjetër, po shtoj 200 gram çokoladë gatime. Çokoladën pasi që e kam lanë me ushkri, nuk e shtoj ashtu të nxehtë val, e la për një 2 minuta të re, pak të ftohet, mandej e shtojmë tek kremi, të cilën e kemi përgatitur. Vazhdojmë e përzim, edhe po e formojmë edhe kremin me çokoladë të zezë. Pra 200 gram çokoladë gatime. Dhe po e shikoni që veç më e kemi gati kremin me çokoladë. Te pjesa tjetër ose pjata tjetër shtojmë 100 gram çokoladë të bardhë. Gjithashtu edhe këtë e kam lanë që të shkrihet, e lash pak të ftohet edhe shtojmë te kremi. Vazhdojmë me përzim dhe kështu kemi arritur edhe kena përgatit 3 lloje të kremit për të lyer edhe ëmbëlsirën për sot. Vazhdojmë tash edhe marrim petat të cilët i kemi përgatitur. Unë ja largoj pak skajet sa për t'ja dhënë atë formën më të mirë, por që nuk do me thonë pa tjetër duhet edhe ju me vepru kështu. Vetëm nga pak pra skajet ja largojmë, kështu ëmbëlsira merr formën më të mirë. Largojmë 2 shtresat, edhe njërën shtresë e lam kështu. Shtojmë kremin me çokoladë të zezë, sepse ky krem vjen pak më i randë edhe e lajmë pra në fund. Kremin me çokoladë të zezë e shtryjmë mirë edhe e lyejmë petën e parë. Pastaj vendosim petën e dytë. Mbi petën e dytë, unë do të shtoj kremin me arra, sepse është pak më i rëndë se sa kremi tjetër, që e kena me çokoladë të bardhë, prandaj do ta shtojmë pra tek shtresa e dytë. E shtrim mirë, njëjtë pra, sikurse shtresën e parë, edhe kremin e shtrim kështu në këtë mënyrë. Mandej shtojmë petën e tretë. Pasi e kemi lyer mirë, shtrojmë petën e tretë edhe në fund kremin me çokoladën e bardhë. Kështu e kena përgatit ëmbëlsirën për sot, Intercontinental torta, receta më e mirë edhe më e sheshme e ëmbëlsirave që ju patjetër duhet me provu. E lyej mirë mbi kështu, edhe krejt në fund, nëse doni, pra mund t'i shtoni recetës edhe krem për ëmbëlsira, shlla krem ose krem pana për ëmbëlsira. Do të arrahni me mikser, dykon 200 ml krem të bardhë edhe e shtoni mbi ëmbëlsirë. Në të një shiringe të kuzhinës e shtojmë pra kështu edhe kremin për ëmbëlsira, për shkak që shtresa mbi është pak më e butë edhe duhet kohë që të ftohet, unë nuk po e la me uftof, po e shtroj kështu vetëm kremin edhe ma shpejt me përgatit recetën, sepse thash që kjo recetë vërtet do pak kohë derisa të përgatitet, por që thash që mund ta përgatitni për raste të veçanta
për festa ose për rastet e juaja familjare. Pra është një nga recetat më të mira të shishme edhe thash që ka për shumë persona. Tash për dekor do të përdorim arra, edhe do të përdorim çokoladë të bardhë edhe të zezë. Pra arra shtojmë nga pak, pastaj çokoladë të bardhë të zezë, kështu të gatshme, dhe ëmbëlsirën do ta leni që të ftohet mirë tër natën. Pastaj e keni gati për ta servuar. Unë po e ndaj kështu në mes, e pastaj më let pra ta kem që të ndaj edhe pjesë të ëmbëlsirës. Kështu edhe për më shumë persona ju del, edhe nga 1 cm i ndani. Edhe ëmbëlsira është gati, tash na mbetet vetëm se për ta provuar recetën. Unë ju garantoj për shijen e kësaj recete, provone sepse vetëm ata që e kanë provuar e din sekretin edhe shijen e kësaj recete. Tepër e mirë e shishme, interkontinental torta. Mbeteni të përshëndetur nga Unida Roma. Shpërndani recetën me miqtë tuaj, sepse ja vlen që të gjithë ta provojnë këtë recetë edhe këtë shije të ëmbëlsirës. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për sot. Është një recetë e shishme, do punë pra thash, merr pak kohë, por ja vlen me provu. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës. Dhe gjithashtu, nëse doni me përgatit ndonjë ëmbëlsirë tjetër, vetëm se emrin na shkruani në koment dhe unë do të munduhem që atë lloj të ëmbëlsirës ta paraqes para jush. Mirëmbëjtje.